ku janë shkruar nderimi i atit të nënës, si do ta bëjmë? Përse në Marku 7 që Mesia citon që kishin anulluar ligjin e atit dhe kishin shënderonin dhe nënën e babë, sepse kishin lënë ligjin e atit Jahve që tha në Marku 7. Nuk do të vrasësh. Okej, ku është shkruar në ligjin e atit? Nuk fillovi këtu, nuk do të vrasësh. Fillovi që në Abeli dhe Kaini, sepse Adami kishte ligjin e atit. Fillovi që atje. Adami ishte një prift. Si quan Abeli dhe Kaini praktikonin festën e frutave të para? Se ka mundësi. Sepse për jetë ti e ke themeluar ligjin, fjalën tënde në qell që Satani e thevi i pari, që nga qelli. Nuk do të shkelësh besnikërinë bashkërtore, pikërisht. Kaq, po pasaj kur ndodh që është një mbesa me xhaxhain apo masandaj kemi nipin me tezën me hallun. Çfarë thotë ligji? Është shkruar këtu në masandaj, është shkruar këtu në 10 urdhërimet? Po ta thot ligji për të ririn 11. Ta thotë masandaj, Levitiku 11. Levitiku 18 i thotë moralin e shëndoshë për çdo çështje marrëdhënie midis dy gjinive, mashkull dhe femër. Kur një burrë është i divorcuar, merr një grua tjetër, ajo gruaja ka vajza, ky masandaj burrë me vajzat e kësaj bashortes së re nuk duhet të kryej marrëdhënie të tilla, i ketë shkruar në Levitiku 18. Nuk janë shkruar këtu detajet. Por kur flitet për gjendjen e zemrës që ligji i atit sjell detajet në zemrat tona, ne nuk i duam, sepse zemra duhet të rilindet fillimisht, të rigjenerohet. Sepse ai që praktikon drejtsinë e ligjit, jo citime, sepse ju njohim nga frutat, i kemi parë frutat në Shqipëri. Prandaj Mesia tha, do t'i njihni nga frutat, si të mund të bashkohesh në tryezë me një musliman, bektashian, me një katolik, me një ortodoks, si mund të bashkohesh në tryezë me farisejnë, rabinatët që janë në Tiranë, që kanë anulluar ligjin e atit për traditat e etërve të tyre dhe kanë refuzuar dhe Mesian Jeshuan, kurse për ju janë vëllezër e motra, sepse kështu ja bente masandaj tjetra në qendra Stefan në Tiranë, kur shikoj për ç'ne kjo Tereza këtu si të gëdhendur, ndërkohë ishin disa të gëdhendura, e kalojnë më mirë sepse ishin disa të gëdhendura që nuk do të ndodhnin. Këtu, i ka marrë më thjesht si ponese. Ishin disa të gëdhendura. Thash, po kjo të gëdhendur këtu, thash, përse? Thash, konsiderohet që është një dyqan që duhet jetë fokusimi, duhet jetë veçimi, Bibla, ecja në këtë rast praktikat. Jo, tha, por ata janë vëllezërit tanë, tha jo. Janë vëllezërit e motra tanë. Ai thash, do të thënë, duke ecur në palishmëri dhe në frymrat e vdekjes, duke lënë më një në zyrën e Mesian Jeshuan, duke lutur të vdekurve, që ka vëllai motra tanë, i thash asaj punëtores që ishte atje. Po nuk ishte faj punëtores shumë, sepse punëtori është mësuar. Se pasaj ishte ai që kishte dyqanin që masandaj e qonin plak në një mbledhje të tyre. Plaku duke patur masandaj, po le të shikojmë plaku kishte disa gjëra të tjera masandaj. Ja të shikojmë një foto që kishte aty për të shitur, përveç se të gëdhendurave dhe Ana dhe Elsa masandaj magjive aty, por ishte një gjë tjetër që vura re që nuk do të ishte, por ishte prap një libër për fëmijët që nëse kam diku, por ishte një libër që nuk sillte disa gjëra të mira për aty. Ja, po e gjeta, okej. Prap disa shkopinj magjike që duhen futur në atë beslidhjen që nuk është e mirë. Janë disa beslidhje të tjera që futen në mënyrë indirekte, sepse nuk janë mësuar për veçimin vetë ata që duhet të kenë sy, por kur nuk ke ligji, nuk i përmbash ligji dhe dëshmisë, nuk ka drejtë në ta. Dhe ja ku ke librin masandaj, ja ku ke këto librat
e magjive, mbretëria se si kishte e sekteve. Mbretëria e sekteve. Wow. Që po ta marrësh më së ndaj shikonje e hapa pak, wow, thash, po kjo ç'lidhje kanë këto magjitë në një vend që duhet të jetë vetëm Bibla? Përse thash këto gjëras? Përse këto libra për fëmijë? Përse të gëdhendurat e Marias apo të Terezës apo Ana dhe Elsa? Përse ato gjëra? Sepse akoma nuk ka një rilindje. Ka një rilindje për personat. Nuk do të vjedhësh. Janë disa gjëra që ati flet në marrëdhënie me komshinjtë, po me vëllezërit e motra në beslidhje, i thot me ligji i tia, që nuk janë këtu në Eksodi 20 vetëm. Po të kalosh në Eksodi 21, mos andaj fillon me njëra apostulli Shaul citon në para Timoteut 6 për çështjen e zotëria pronarin kur jemi në punë, që mos andaj thot pronari që janë besimtar po fliste aty. Po citonte ligjin e përtërirë. Po citonte ligjin Eksodi 21, që fjala e Atit Jahve të mos blasfemohet. Të mos blasfemohet, që ishte ligji të mos blasfemohet duke shkelur atë ligj. Që apostulli mësonin ligjin për moralin e shëndoshë, për komunitetet e kishave. Atëherë thot, nëse bota do të gjykohet nga ju, a thua se nuk jeni të zotë të gjykoni gjërat më të vogla, thot, të paktën duke kuptuar që mëkati është shkelja e ligjit për sa i përket kontekstit ton, apo më tepër, sepse e pamë që gjykimi duhet bëhej në këtë rast në kishë, jo përpara të palishmit, sepse cituam më së ndaj dhe pamë në ligji për të rirë 17, po që pamë që duhet të shkosh, të ngrihesh dhe të shikosh me gjyqtarë, të funksionare që ata do të mësojnë ligjin që ti duhet t'i mbahesh, vendimi që të kanë deklaruar, nuk do të shmangesh nga vendimi as majtas as djathtas, dhe kur largohesh nga ligji me njerëzit çfarë si veprojnë me mendje madhësi. Ja ku kemi kontrastin, na jep shkrimi haprazi për çdo gjë që përben dy kategori njerëzish gjithmonë në Bibël, të palishmit apo të drejtët. Të drejtët zbatojnë ligjin e tij. Të palishmit, të pabesët e kanë braktisur ligjin tashmë. E kishim pak më përpara për punën e romakëve, po ja, ne kemi romakëve. Romakët 2, prap dy kategori njerëzish që siç njihen, ka disa që shkelin ligjin, janë të pabesët. Disa që e zbatojnë janë ata të drejtit dhe ata do të shfaqsohen atë ditë, do të ringjallen, sepse kanë marrë në zemrat e tyre që nuk duhet ta shkelin ligjin, shkelin sabatin, nuk shkelin ngrënien pasër, nuk duhet të shkelin disa urdhrime që na ka dhënë, që neve duhet të mësojmë çdo ditë më shumë. Ajo është prioriteti jonë. Ajo është fillimi i urtësisë që frikatit Jahve përcakton duke përmbajtur ligjit dhe dëshmisë për të qenë në dritën. Që ligjatit është dritë në shtegun tonë, në këtë shteg, në këtë Babiloni që ti e shikon. A nuk e dini se a nuk e dini se ne, thot apostulli, do të gjykojmë engjëjt? Ata që do ringjallen në atë ditë që kanë qenë duke ecur në ligjin e Atit Jahve, nuk e kanë praktikë, thot profeti Ezra, i kanë përmbajtur ligjit, me shumë mundime në kohët e mundimit ku jemi sot. Kam besuar në Mesia Jeshua që na tha të praktikojmë dhe të mësojmë ligjin të tjerëve, do të rrojmë nëpërmjet ligjit. Dhe engjëjt në atë 1000 vjeçarin do gjykohen prej shenjtorëve, prej të veçuarve. Thot dhe aq më tepër mund të gjykojmë, thot, gjërat e kësaj jete, thot, nuk arrini të gjykoni, po e fliste kishës në Korintas. Nuk arrin të gjykosh, vlla motër, afrohu, fol me vllajin. Kur e ke situatën përpara që të po mundon, mos e do t'i flasim më vonë nëse, mos i merr gjëra lehtësisht për ta shkelur ligjin e Atit. Ndalo së shkelur sabatin.
një tutja të lekut të ndotur, sepse nuk është e përqyer për paratit. Çfarë mund të përfitojë njeriu kur ti merr atë lek dhe humbet shpirtin tënd në fund të fundit? Se pasaj, mos ndaj, shumë janë nëse. Çfarë mund të përfitojmë nga kjo botë kur humbet shpirtin tënd? Në qoftë se keni për të gjykuar çështjet e kësaj jetës, vini gjykatës ata që çmojnë më pak në kishë. Sepse ata që çmojnë më pak po përndiqen këta persona, sepse po flasin të vërtetën. Dhe po këta persona po akuzohen, po goditen, çmojnë më pak. Sa ai që është i lartësuar nga njeriu, tha Mesia, tha, ky është në fund fare, tha. Sepse ata të parë, tha, që mbahen nga njerëzit do jenë të fundit, tha. Dhe ata të fundit që mbahen sot dhe goditen nga njerëzit, thot, ata do jenë të parë në mbretërinë time. Por ai fundit, mësandaj e tha pak më përpara, ata të fundit që nuk do jenë mirë, nëse nuk pendohen. Nëse nuk ndalojnë së shkelur ligjin. Vuajmë ne, nuk është hati është në rregull me gjërat e tija. Ati do bekoj ata që janë bindës të ligjit, kanë besimin e plotë ndaj ti, sepse është shpërblyen se të gjitha atyre që me zelle kërkojnë dhe zbatojnë urdhrimet e tija. Kjo është dashuria e vërtetë. Ja po them për turpin tuaj, thot, kështu midis jush nuk pas ka asnjë të urtë, thot, ligji atin e bën të urtë njeriu në thjesht, i cili do të jetë i Zotit të gjykojë nëpërmes vëllezërve të tij. Pastaj thotë që a një vëlla hyn në gjyq me vëllan dhe kjo përpara të pabesëve? Të kuj ke sot po të shikosh që ata që citojnë emrin e Mesias, masandaj i shikon që janë në gjyqe, thot, dhe gjykohen nga të pabesët. A nuk duhet të gjykohen, thot, nga gjyqtarët që janë të kishës, thot, apostujt, profetët, barinj, mësues, ungjilltarë që kanë ligjin e Atit, thot, kjo do të jetë siç e pak më përpara. Kjo do të jetë struktura që thot do ta gjykosh atë çështje në jetën tënde. Se janë disa gjykatës që janë në funksion në atë ditë dhe janë zyrat e kishës së vërtetë që Mesia dha në Efesianët 4:11, që ti duhet të këshillohesh me ta. E ke ndonjërin që përmbahet ligji sot në Shqipëri që ti duhet të këshillohesh? Bëj ti llogaritjet. Kur vllai thotë që bashkoju sepse ka një urtësi të kohës që po vërtet në rrugë, që ti të marrësh masandaj prej ligjit dhe dëshmisë, që masandaj të mos ecësh në errësirë, sepse nëse një person nuk flet sipas ligjit dhe dëshmisë, sipas asaj fjalëve, nëse kjo nuk ka dritë, dhe ku nuk ka dritë ka këshillime masandaj që i shikon. Janë shkelit e ligjit që fuqizohen masandaj frymërat demonike të magjistarëve që kanë pushtet masandaj dhe legalitet mbi atë person që shkel ligjin vazhdimisht. Gjithsesi, vargu 7 është një e keqe që kini gjyqe njëri tjetrin, thot, pse nuk lejoni më mirë që t'u bëhet pa drejtësi? Pse nuk lejoni më mirë që të mashtroni, thot, po përkundrazi ju bëni pa drejtësi dhe mashtroni dhe këto ua bëni vëllezërve. A nuk e dini se të pa drejtët nuk do të trashëgojnë në mbretërinë e Elohim e Zotit? Të pa drejtët. Pa ligjshmit. Njëjta fjalë, mbaj mend. Të pa drejtët, të pa besët, të pa ligjshmit është njëjta fjalë. Ata që shkelin ligjin vazhdimisht nuk do të trashëgojnë në mbretërinë e Zotit. Se ja ku i ke pa ligjshmërinë që shikon këtu. Shturjet imorale janë shkeljet e ligjit. Idhujtaria je jashtë ligjit. Nuk ke festat e Atit të Levitiku 23, Eksodi 12 je në idhujtari. Prap shkeljet e kurorës, sodomitët, masandaj që është prap një formë imorale, akoma më
më e keqe se homoseksualet, as vjedhësit, as lakmosit, pjanecët, përqeshit, sa përqeshjes kur mbajmë ligjin aty ke sot, më thuaj ti, sa përqeshje ke nga të tjerët. Ata që vjedhin, thot, nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Elohim të Zotit. Ndërkohë, nuk janë vetëm këto gjëra, shkelit e ligjit, po citon disa apostulli, që ne do të shikojmë të tjerat. Por, thot, dhe të tillë ishi disa nga ju, më përpara çfarë ku ishim ne në palishmërinë. Efeziana 2 na thot haprazi, para se të hynim në beslidhjen e gjakut të Mesias me ndalimin e shkeljeve të ligjit dhe besim tek Mesia Jeshua, dhe shprehet në pagëzimin e ujit. Nuk e ke bërë akoma beje, jo në pagëzimet katolike protestante. Pagëzimi vërtetë përben që ti kupton që mëkati është shkelja e ligjit. Masandaj kupton që atë ligj nuk do ta shkelësh dhe merr vendimarrjen tënde në zemrën tënde, masandaj bën përgatitje si ta vllai ato 5 gjërat e nevojshme fillimisht, sabati, ngrënia pastër, masandaj ke hiqet në idhujt e tjerë, moraliteti, masandaj miqëson dhe ke hyrë në beslidhje me anë të pagëzimit në Mesia Jeshuan, kur shkon aty në ujë dhe vazhdon të miqësosh në ditën e sabatit së bashku për të mësuar të tjerat. Dhe të tillë ishin disa nga ju, por ulatë, ja ku ke ulatë, pagëzimi po flet. Dhe u veçuat, shikon që pagëzimi përben veçimin, deklarimin, hyrjen në beslidhje. Disa të tillë ishin nga ju, por ulatot në këtë rast të çfarë? U rigjenerua nga frymë e shenjtë sepse morët vesh që mëkati është shkelja e ligjit, u pagëzuat në ujë, besuat tek Mesia. Efezianë 2:38, fillon veçimi dhe ja ku ke shfaqësimin në këtë rast fillestar hyrjen në beslidhje në emër të Zotit Jeshua me anë të frymës së Elohimit ton. E njëjta situatën mos andaj mund ta shikojmë në veprat që ti do ta dish, do ta kesh gjithmonë në mendjen tënde, vepra 2:38 si një person hyn në beslidhje, ndërkohë Pietri ishte një që ecte në urdhrimet e atij ligjit, por nuk kishte një kryeprift që ai mund të shkonte për faljen e shkeljeve të ligjit që mund ta ringjallte kryeprift, sepse atëherë në atë kohë nuk mund dhe të tjerë kryepriftet e tjerë që ishin në tempull nuk mund të ringjallin një ditë një personat. Dhe ati zvendësovi ato zyre me birin e tija, që Mesia Jeshua na ringjalli kur ne ndalojmë së shkelur ligjin e atit Jahve dhe besojmë tek ai për shfaqësimin, faljen e shkeljeve të ligjit të mëkateve të kaluara, merr dhuratën e frymës së shenjtë dhe mëson urdhrimet e tija çdo sabat. Festat biblike si praktikohen që nuk janë të rënda, janë mbledhje të veçuara, do hamë darkën e në këtë rast e Pashkës së atit Jahve, dhe masandaj mbajnë festat e tjera që i mëson. Zbulesa 21, dhe më tha, u bë, në këtë rast, u krye, unë jam Alef dhe Tav, fillimi dhe mbarimi. Kush është Alef dhe Tav? Fillimi dhe mbarimi? Ata shikojmë. Unë jam Alef dhe Tav, fillimi dhe mbarimi, kush thotë Jahwe, thotë Zoti Jahwe. Si është marrë sot? Si është perceptuar sot? Si është perceptuar që me të thënë që ke alfa omega nga greqishtja, që nuk do të jetë sepse Bibla ishte shkruar në hebre, Alef është shkronja e parë hebreike, Tav është shkronja e fundit. Unë jam Alef dhe Tav, fillimi dhe mbarimi, thotë Ati Jahwe, ai është Alef dhe Tav, që do vijë, do ulet me ne, bashkë me të birin e tija, dy persona në këtë rast të veçantë, por janë në të njëjtën mendje, në të njëjtën frymër, janë në të njëjtën harmoni, në zemër, në plan, në qëllim. Është Ati Jahwe që do vijë, prandaj thot unë jam Jahwe thot. Dhe libri i zbulesës është Ati që flet nëpërmjet engjëllit që i thotë Gjonit. Është Mesia masandaj nga ana tjetër që mund të flasë dhe ai në librin e zbulesës, ti shikon dhe i ndan drejtësisht kush po flet. Ati që ka etje, unë do t'i japë si dhuratë ujin, burimin e ujit të jetës.
po flet për lumin e, në këtë rast, lumin e jetës që ndodhet në mes të qytetit. Kush i krijovi të gjitha gjërat? Ati Jahwe, ai është Alefi dhe Tavi, fillimi dhe mbarimi. Tani këtu po flet kush fiton, thot Gjoni, përmjet engjëllit, po fliste engjëllin atë të parë. Engjëlli është një shërbëtor i Atit Jahwe. Engjëllit po janë dhe shërbëtor të Mesias Jashuas tani. Por Mesia nuk bën dhe tani asnjë gjë, vetë se mund t'i thot Ati. Nuk bën Mesia asnjë gjë dhe tani, vetë se do t'i thot Ati çfarë duhet të bëjë, se është nën autoritetin e Atit Jahwe. Dhe do jetë, si sot e para Korintasve 15, për jetë. Kush do zbatoj ligjin e Atit Jahwe do të trashëgoj të gjitha gjërat, jo fiton, kaq fiton. Si do ta kundërshtojmë që foli pak më në kapitullin e përparshëm, bishën, damkën, figurën, Satanin, dragojin, zbulesa 12 apo zbulesa 14, duke mbajtur urdhrimet e Zotit Jahwe dhe besuar tek Mesia Jashua. Do të jem për te Elohim, Zoti, dhe ai do të jetë për mua bir. Ati po flet, jemi bijtë e Atit, nuk jemi bijtë e Mesias. Shiko sa koncepte të thjeshta me të shikuar që ai apo ajo do të jetë bir apo bije. Për mua thot të kush? Elohim, Zoti, me pak fjalë për ta ndarë kush është Ati apo i biri. Dhe Ati foli. Ati ka folur që më përpara. Do ta flasim çik më. Ati ka folur akoma më përpara. Që në profeti Jeshaja. Nga Jeshajahu ka nga hebraisht po Jeshaja. Ja, Zoti Elohim, Jahwe vjen i fuqishëm dhe krau i tij sundon për te. Edhe një herë, kush është krau i tij? Krau i tij është Mesia, Isaia 51, që me kraun e tij, me Mesian do vi të gjykojë Ati botën, që ka dhënë autoritet kraut të tij të djathtë, që sundon për te, do sundoj Mesia në mbretërinë e 1000 vjeçare duke filluar dhe për jetë. Dhe krau i tij shprehet në Isaia 51 që do sundoj dhe do gjykoj kombet me ligjin e Atit Jahwe. E prekën mësimet e kaluara në Veprat 15, pjesa e 2 mund ta shikosh. Ati Jahwe vjen. Dhe Ati Jahwe ka shpërblimin me vete që shpërblimi i tij e pararend. Ati Jahwe vjen. Jahwe ke. I plot fuqishmi do vijë. Dhe shumë herë mund të kuptoj do vi me gjykimin me anë të birit të tij, do vi dhe personalisht, do ulet në qytetin e tij. Mund të them tani do ta shikojmë çik më detaje, por me patjetër mbasi Satani të gjykohet dhe të gjithë padrejësia, palishmëria mos andaj mbas 1000 vjeçarit, atëre unë besoj që Ati Jahwe po që do ulet mos andaj në tokë, por unë besoj që edhe në 1000 vjeçarin ata që janë pjesë brenda në qytetin që janë të ringjallur tashmë në ringjalljen e parë, do ta shikojnë fytyrën e tij, do vrapojmë thotë, tha vet Ezra tash që më rikujton Ati Jahwe. Do të vrapojmë të shikojmë fytyrën e tij që i shërbyem në mundimet, që mbajtëm ligjin e të ligjdhenësit. Dhe kur je ringjallur mund të shikosh Atin, tani nuk mund ta shikojmë se na konsumon me lavdinë e tij, sepse është thumbi i mëkatit, i shkeleve të ligjit që janë pjesë në karakterin në brenda nesh nga trashëgimia e Adamit. Ne tani po mundohemi të veçohemi, të pastrohemi me anë të urdhrimeve, nga ajo natyrë shkeles të ligjit, nga ajo natyrë mëkatare që themi. Urdhrimet e Atit Jahwe të veçojnë nga kombet, të veçojnë nga palishmëria. Nderon Atin, e do me të vërtetë. Tani, ku zbaton ligjin e Atit do marrin nga uji i jetës, nga lumi i jetës që ndodhet në mes të qytetit. Kurse për frikacakët, të pabesët, të palishmit, të neveritshmit, që janë gjëra të neveritshme, dhe vrasësit, të shursit, magjistarët, idhujtarët, festat pagane, të shikon festat e Papa Gregori 13, të gjithë gënjeshtarët, ligji është hequr, normal. Pjesa e tyre do të jetë në liçenin që digjet me zjarr me squfur, që është vdekja e dytë. Tani, ti dhe unë nuk duhet të kemi frikë për të zbatuar ligjin e Atit, për çfarë do hash, çfarë do pish. Sepse ashtu neve bëjmë gjëra mas andaj të neveritshme kur e shkelim ligjin. Kur hyn frika, largohet besimi.
kur largohet besimi, nuk praktikon urdhrimet e Atit, je në shkelje, sepse Satani do vi të futi frikën në mendjen tënde. Mos e lejo për të thënë pasandaj për të sjellë, po e sill të dalësh muaj, sill të bësh këtë. Ndërkohë, ndoshta do të kishe krijuar në çik buxhetin tënd për ato ditët e vështira, për ditët e testit, që po testohesh nëse do zbatosh urdhrimet e atij ligjit apo jo, nëse do kesh zemër të plotë me besim ndaj Atit Jahve që të japi një punë, favor, hir me në këtë rast të gjesh hir dhe me njerëzit përveç se me Atit Jahve, thotë fjalë e urtat 3. Por thot, ki besim, thot, të plotë, me gjithë zemër tek Ati Jahve, dhe mos u mbështet në gjykimin tënd, kurse neve mbështetemi në gjykimet tona, di pse? Sepse ka hyrë frika, dhe frika cakët nuk gëzojnë në mbretërinë e qejve. Sepse nuk ke besim me tek Ati Jahve të japi punën tënde që për ta nderuar sabatin apo në festat biblike, që ka plot struktura që edhe ju më keni dëgjuar të asamblesë tu për ne të kishës tonë, ka shumë mënyra që vllai ka folur, kanë folur për të paktën 4 vjetet e fundit, por për ju që jeni të rinj këtuja, kanë folur gjithmonë për daljen, për besimin, daljen nga situata, për besimin e plotë, për të mos patur frikë, për ta nderuar Atin, kështu të nderoj ty, familjen tënde. Mos u tërhiq nga këshillat që mund të t'japin të tjerët jashtë Biblës. Mos e lejo që dhe familjarët tënd të tërheqin dhe të çojnë masandaj në shkeljet e ligjit. Për shkak të presionit, të frikës që do vendosin dhe ti zbaton frikën duke shkelur sabatin, nuk është një gjë e mirë. Nuk përben nder ndaj Atit. Duhet të kesh kuptuar që në atë mënyrë blasfemohet emri i Atit. Ndalo së shkelur ligjin e Tij. Që sot hidhe tutje atë punë. Sepse ka punë që Ati do hapi, sepse duhet të sigurojmë për familjen tonë, janë plot koshent. Por Ati do japi një punë që ti nuk do blasfemosh emrin e Tij. Ajo është punë për Atit. Nuk është punë ajo që ne me të parë kjo që na doli apo e kemi çikin atë ratinë tonë që kemi patur për vite, se kam qenë dhe unë vëlla motër, si në pozicionin tënd. Por kam vendosur në zemrën time që të praktikoj ligjin e Tij dhe i kërkova Atit, të luta, të lutem më jep favor me punëdhënësin time. Dhe me t'i thënë, po tha, mund të punosh natën. Okej. Megjithëse puna time përben kujdesje ndaj njeriut, ndaj jetës së njeriut dhe ajo nga ana tjetër mësane nuk është shkelje sabatit për disa, për ta kuptuar, sepse kemi të bëjmë në kujdesjen e një personi. Gjithsesi, kur ke për shembull policat, apo kur ke doktorët, infermierët, zjarfiksit, domethënë, të gjithë ata që janë në shërbim të komunitetit, kur ata thirren në një emergjencë në ditën e sabatit për të punuar, ata po e bëjnë për të çfarë, për të ndihmuar, sepse ka diçka që duhet të kujdesen atë ditë. Por jo sepse masandaj mund të shkojmë çdo sabat kur mundësia mund të jetë të punojmë ditë të tjera. Unë që punoj në darkë. Dhe ajo përben masandaj mbarimin e sabatit, të gjitha gjërat që kanë. Por ka mundësi që Ati të japi favor, siç unë ju luta Atit për ato muajin e parë me të vendosur sabat. Dhe ju e vendosa, unë e bëra të qartë asaj që unë nuk mund të punoj gjatë ditës në sabatin sepse ajo e dinte që unë isha besimtar i Atit Jahve. E di punëdhënësit tënd që ti nderon Atin më shumë se njeriu. Ndërkohë ti ke punuar për vite atje, vëlla motër, tazem. Nuk e ke krijuar masandaj reputacionin tënd atje, por nëse ai nuk të vlerëson në atë mënyrë, atëherë do vazhdosh të blasfemosh emrin e Atit në një person që dhe ty nuk të vlerëson fare, sepse ai do të kishte vlerësuar që të jepte sabatin pushim e shtuna që quan bota. Nga perëndimi të premtes deri në perëndim të shtunës. Që nuk thuani këto emra, po ta them që ti ta kuptosh, sepse në asamblen tonë ne kuptojmë që është dita 6 apo dita 4 apo e 2. Që Ati ka thënë ditët me numra, jo me emra, paganët, zotrat, demonët. Kështu që ti merr në zemrën tënde, shiko çfarë do praktikosh për ta nderuar Atin.
Beja të qartë të pundes, nëse nuk të je masandaj dije që nuk është vendi për të ndjekur, sepse Mesia tha në Mateu 18 janë disa gjëra që neve duhet të ndryshojmë, po ndryshuam nuk hymë në mbretërinë e qenjeve, sepse të gjitha këto gjëra duhet të ndryshojnë në jetën tënde. Nuk janë vetëm këto, si të thash edhe një herë, janë gjërat që por shkelit e ligjit duhet të ndryshojnë dhe ti masandaj nderon atin. Na kërkohet ndryshimi, ajo është pendimi, sepse gjëra që ne praktikonim para se të hysh në beslidhje, nuk i dinim që ishin mëkat. Tani e di që mëkati është shkelja e ligjit, atyre gjërave që ne kemi bërë, punuar në sabat apo në ngrënien apo gjëra të tilla. Tani ato i ndryshojmë, që kështu masandaj rruga jonë ndryshon për mirë dhe ati masandaj pen, masandaj fytyrën e tij në familjen tonë, në jetën tonë. Ne kemi një gjë që mund ta flasim, lumin e pastër, ujin e jetës, të kthjellës si kristali që dilte nga afroni i Elohim, i Atit Jahwe dhe qingjit. Ku ishte në mes të qytetit, ky lum fizik, sepse ky lum do dali të shëroj tokën dhe me çdo goditje që është bërë kur Mesia vjen. Çdo zjarr, çdo gjë që ka rënë, që ajo tokë të lullizojë edhe një herë, do ujin e jetës, sepse uji i jetës të jep jetë, të lullizon, dhe fryma e jetës, fryma e shenjtë të jep jetë. Prandaj ti e merr në pagëzimin e vërtetë duke ndaluar së shkeli ligjin dhe besuar tek Mesia. Merr dhuratën frymë shenjtë, fillon të batosh urdhrimet e atij ligji, duke vazhduar mos e përdosh sabatin, mbas u pagëzove, të gjitha gjërat duhet të jenë konstante, jo sepse i bëre për një periudhë, masandaj rikthehemi në atë të vjellën tonë apo në gjërat që praktikonim më përpara. Në mes të qytetit andaj këndej, qytetit të ri, Jeruzalemit të ri, që po zbret nga qielli i tretë, kur Mesia do vijë, sepse do jenë tani shumë njerëz mendojnë që apo ja do jetë qyteti i ri do jetë mbasi të gjykohet Satani mbas 1000 vjeçarit. Jo, më vjen keq, po Bibla nuk thot atë gjë. Sepse po të shikosh në Zbulesa 20, ose ndoshta 19, mos e gaboj, njëra prej këtyre që do ngrihen mbasi të Satani të lëshohet mbas 1000 vjeçarit, për kohën e shkurtër, do mbledhë gjitha kombet që do shkojnë kundra qytetit. Dhe ky qytet, Jeruzalemi i ri, që po zbret nga qielli i tretë, duhet të jetë fizikisht në tokë që të ngrihen kombet për ta goditur, për ta shkatëruar. Prandaj Isaia 54, çdo armë e sajuar kundra atij qytetit nuk do ketë përparësi. Jo citime boshe, karizmatike që kanë bërë dhe vetë për vite me radhë. Por atje ka një kontekst që në komplet kapitulli 54 Isaias, që flet për qytetin që ati ka përgatitur zjarrin, kovaçin, që çdo armë që do sajohet të mbas 1000 vjeçarit që Satani do mbledhi kombet, ato armë nuk do kenë përparësi. Ajo është konteksti. Po ta shikosh në fillim, flet për qytetin çfarë mure ka, si është i veshur, që ai qytet masandaj pasqyrohet nga ana figurative si kopshti e Edenit që ati thoshte ishte, masandaj unë e tërhoqa të godita për një moment në mundimin në kohët e Noasë. Ja, më lejo të duhet ta kemi. E kisha. Po, okay, qyteti që ishte, qyteti atë e quan kopshtin e Edenit, qytetin. Le ta shikojmë Ezra çfarë thot. Profeti Ezra që farisejnë të hoqën në shekullin e dytë dhe vazhduan masandaj të implementohet me protestantët, me heretikës si Luteri dhe Calvinin, që masandaj dikush shqetësoheshe që i hoqëm idhullin, i hoqëm zotin e tia Calvin apo Luterin, dhe masandaj bente komente të tilla arditi, që ishte ky arditi me këto mbiemra masandaj të paditur, dhe masandaj ishte duke qeshur dhe gjëra të tilla ndaj meje.
sepse thamë që libri i tij ai Luterit thoshte të diqnin me judejtë, do t'i djegësh sinagogat e tyre. Dhe u shqetësua sepse fryma e vrasit që ishte mbi Luterin do të ta mbronte arditi. Ta mbronje me palishmëri të tilla që akoma duhet të pendosh ti dhe shokët tënd, dhe në liçen e zjarrit e ke Luterin bashkë me Calvin, duke braktisur ligjin e atit, duke shtuar masandaj, duke djegur njerëz si Calvin bante, apo me kultin e Pitagorës, të Dionysus që vazhdonin të implementonin nga Agostini Hippos, që solli neoplatonizmin, tre zotra në një, 3 trinitetin. Ezra, shkrimi, jo filozofit e njerëzve, që nuk na shqetësojnë. Për këtë arsye Ezra, sepse për të zbrazët janë gjëra të zbrazta, janë disa të zbrazët në mendjet e tyre që sapo citova, apo i pat pak më përpara, por të plotët janë gjëra të plota në ligj atit, mos andaj na bën të plotën, na plotson në ecjen tonë, që Mesi erdhi për ta në këtë rast na plotsuar, mos andaj në predikimin e lajmit të mirë të mbretërisë dhe ecjes në këtë rast në drejtësi me anë të ligjit. Dhe ja koha do të vijë, që nuk ka ardhur, se kjo shenja për të cilën ju kam thënë do të ndodhë dhe nusja do të shfaqet. Do ta shikojmë atë nusjen e zbulesës 21. Nusja do të shfaqet dhe ajo duke dalë do të shihet që tani është tërhequr nga toka. Është tërhequr nga toka? Kopshti e Denit që u tërhoq nga toka, Isaia 54? E kam nusën këtu ja? Jo, e në 21. Ja, dalë se e përmendëm tani, do t'i nxjerrim gjërat. Do t'i nxjerrim sepse gjërat që citojmë duhen folur. Le të shikojmë nusën. Nusja që do shfaqet. Që unë kur po shikoj një ditë, Efesianët 5, të parën e Korintasve 3 mos gaboj, që shumë e marrin që kisha është nusja, nuk ka asnjë lloj, do t'i shikojmë ato vargje. Nuk ka asnjë lloj evidence. Si që ka besimtarë që kanë nusja? Do t'i shikojmë. Dhe kush është nusja, dal ta shikojmë në shkrimin, pastaj do shkojmë në ato vargjet që të demaskojmë masandaj mësime katolike, perceptime pa një evidencë. Dal të shikojmë nusën fillimisht. Zbulesa 21. Zbulesa 21 na jep për të qenë nusja, ndoshta kam këtu ja. Okej, do ta kem këtu ja. Po, nusjen, lav djate, pas kam një folder më vete. Dal të shikojmë. Po dhe zbulesa 22 e thot, por më tepër pas kemi vargje të tjera, më fal. Tani doli ky koncept du ta konsumojmë. Dalë të shikojmë së bashku. Se ka shumë evidenca mos andaj. Le të shikojmë punën e kush është nusja. Nusja që do shfaqet. Zbulesa 21. Dhe unë, Johanan, gjoni pashë qytetin e shenjtë, Jeruzalemin e ri që zbriste nga qelli, nga Elohim, nga Zoti, që ishte bërë gati si nuse, e solisur për burrin e vet, për Mesian Jeshuan. Kush ishte kjo nusja që ishte bërë gati? Qyteti i ri, Jeruzalemi i ri, që në fillim. Masandaj, dalë të shikojmë një aspekt tjetër që e thot Haprazi. Po, mëtej në vargjet prapë në Zbulesa 21 thotë. Dhe engjëlli vjen dhe thoi, masandaj foli me mua dhe tha, eja të tregojke nusen, gruan e qingjit. Tani qingji ishte dhëndri që e pe pak më përpara. Tani eja të tregoj nusen dhe çfarë? Më çoi në frymën në një mal të lartë dhe i tregojke qytetin e ri, Jeruzalemi i ri, që zbriste nga qelli. Tregoj nusen.
që është qyteti Jeruzalemi i ri. Këto shkrimi, nuk i marrin parasysh perceptimet e tjera që do t'i flasim me Efezianët 5 më së ndaj. Kopshti i Edenit u tërhoq nga toka, Nusja, qyteti i ri, Nusja që e qingjit, e dhëndrit, e Mesias, tregon profeti Ezra sa po e lexuam pak më përpara që ishte në tokë përpara se atë e mori lart, që ishte në formën e kopshtit të Edenit, tani është mizgjeruar. Ai kopshti i Edenit do restaurohet në gjendjen e mëparshme, që është qyteti i ri, Jeruzalemi i ri, që do ketë mure tani prej ari siç e ka, prej kristali me të gjitha gurit e çmuar, që kanë 12 portat e fisëve të Izraelit. Që ishte kush? Nusja. Eja do të tregoj Nusen dhe më tregoj Nusen, qytetin e madh, Jeruzalemin e shenjtë. Eja të tregoj dhe tha më tregoj. Tani ti logjika jote, eja do të tregoj, okay, ti shikon, eja do të tregoj, po çfarë? Të tregoj Nusen, dhe ma tregoj Nusen. E ti kupton që ke të bësh me logjikën, mësandaj që po të flitet, jo me perceptime personale, mësandaj që siç janë folur do t'i prekim dhe ato vargjet e tjera, që nuk përbejnë logjikën e shkrimit, çfarë thot shkrimi. Dhe në fakt unë dje po mësoja me një motër dhe po shikonim së bashku punën e kush është Nuse, sepse thon kish është Nusja. Okej, dalta shikojmë atje ku flet në Efezianët 5:1 apo e para Korintasve 3. Nusja është qyteti i ri, më tregoi qytetin e madh, Jeruzalemin e ri. Nga ana figurative, që kjo Nuse, si tham pak më përpara, do zbriste e stolisur për burrin e vet, për qingjin, për Mesian Jashuan, për qingjin, sepse i tregoi Nusen, gruan e qingjit, tregoi qytetin, nga ana figurative, në këtë rast do jenë të pandarë. E di pse? Sepse Mesia Jeshua është kryeprifti brenda të qytetit, i përsosur, i përjetshëm, i lartë. Ky është konteksti.